Qindra shqiptar kanë vërshuar rrugëve të Shkupit në protestën e paralajmëruar kundër procesit Monstra. Marshimi nga kompleksi Çajrçania deri te qendra tregtare Mavrovasja u zhvillua i qetë dhe pa incidente, në mbrojtjen e parullave për lirimin e të dënuarve. Turma kryesoi nga disa figura publike si Hisni Shaqiri, Ismet Ramadani, Mersel Bilali, Kim Mehmeti, kampioni i boksit Nuri Seferi dhe të tjerë, bashkë me familjarët e të dënuarve. Ndale rasteve të montuara, Duam liri, Jankullovska terroriste, ishin vetëm disa prej parullave që mbanin e duart protestuesit bashkë me flamurin kombëtar. Pranë qendrës tregtare Mavrovasja protestuesve ju bashkangjitë edhe kryetari i komunës së Strugës, Zjadin Sela, ndërkohë organizatorët e protestës, siç thanë ata në emër të familjarëve të dënuarve, shpalosën për herë të parë edhe kërkesat e qytetarëve që protestojnë tashmë prej disa ditësh. Shpalljen e të pafajshëm, lirimin e menjëhershëm dhe dëshpërmblimin e tyre. Shkarkimin e menjëhershëm prokurorës dhe gjykatësit rastit dhe ndjekjen e tyre penale për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Dorëheqjen e ministrit punëve të brendshme për shkak keqpërdorimit të detyrës zyrtare, duke shpall gjykimin e tyre qysh gjatë arrestimit të tyre dhe lirimin e menjëhershëm gjithë arrestuarve në protestat e Shkup dhe në Tetov. Kanë diskriminu, na kanë bë të padrejt, na kanë bë ato na kanë nxit që ne të protestojmë në këtë mënyrë. Prandaj protestojmë bashkë me këto bashkëqytetarë dhe jemi mirënjohës që po na japin gajret. I falemnderoj të gjithë, jemi mirënjohës në emër të familjes dhe do të vazhdojmë ne edhe në të ardhmen të protestojmë derisa të fitojmë të drejtat tona, sepse nuk na ngel gjë përpos rrugës. Edhe pas thirrjes organizatorëve për shpërndarjen e protestuesve dhe shpërndarjen e pjesës më të madhe të masës, 10 persona, kryesisht të rinj, refuzuan të shpërndaren në tentim që të provokonin incidente. Pas disa minutash bindje mes vete dhe ndonjë gur drejt policisë, u shpërnda dhe grupi i fundit i ngelur nga protesta.